Tema për sot do të jetë darka e fundit dhe simbolika e saj, të cilën askush deri më sot, me sa njoh unë, nuk e ka deshifruar. U bën disa muaj që nuk kam publikuar më materiale dhe arsyeja është sepse ju nuk jeni ende gati të kuptoni dhe kjo është mëse e natyrshme. Fakti është që e kam shumë të vështirë t'u përcjell të fshehta që gjenden në librat e shenjtë dhe kjo më ka bërë shumë të vështirë situatën. Megjithatë, unë e mora edhe sot guximin për rëndësinë që ka kjo temë, darka e fundit dhe simbolika e saj, të cilën askush deri më sot nuk e ka deshifruar. Po ju a them që tani se darka e fundit nuk është një vakt i zakonshëm mes njerëzish, por bëhet fjalë për errësirën e fundit. Pra darka e fundit është errësira e fundit. Kjo do të thotë që pas kësaj darke, pra errësire absolute, erdhën syt fizik për të parë, pra erdhi njeriu që shohim edhe sot. Mbi këtë rrëfim janë bërë shumë aludime dhe interpretime, por asnjëri nuk i është afruar si dhe sa duhet, sepse problemi qëndron në leximin e situatës. Pra, nëse ti mendon se në darkën e fundit bëhet fjalë për njerëz, ti do të mendosh se darka e fundit është edhe vakti i fundit i Krishtit dhe i dishepujve të tij. Nëse kupton që nuk bëhet fjalë për kohën kur njeriu fizik është, atëherë do të kuptosh se bëhet fjalë për errësirën e fundit, pas së cilës do të vinte koha e artë, kur njeriu e sheh diellin për herë të parë me sy. Kjo tregon që ti je edhe vetë dielli, por për ta parë atë duhet i shkëputesh atij. Diellit nuk i është shkëputur vetëm njeriu, por edhe hëna. Fill pas formimit të hënës vjen edhe trupi human. Dhe kjo është ajo që ka ndodhur saktësisht. Këtë e tregojnë disa simbole të kodifikuara të përmendura aty në tekstin biblik dhe këtë do të përpiqem t'ua analizoj. Para se të filloj me deshifrimin e kësaj pjese biblike, dua të paralajmëroj disa persona që ndoshta hyjnë për herë të parë në këtë kanal dhe nxitohen të komentojnë negativisht kur nuk e kanë iden fare se ku dua të dal, cili është qëllimi im dhe se në fund të fundit unë dua që të hapni syt se gjithçka që po të shkodoj ka të bëjë me gjuhën shqipe, e cila është pikërisht ajo që i mban kodet e fshehura. Këto kode janë komplet përpara syve tanë, por ne, do me thënë mendja jon, nuk arrin t'i shoh dhe më pas t'i deshifroj. Pra ka një perde që nuk na le të shohim. Tani, unë e kam hapur tashmë këtë perde dhe e di se si funksionon fjala. Megjithatë, kjo nuk më bën gjeni, por thjesht të vëmendshme ndaj fjalës së përdorur, sidomos në librat e shenjtë dhe mitet mbar botërore. T'ju marr një shembull të thjeshtë. Ta zëm se Einsteini në vend të E baras mc në katror, pra energjia baras me mas herë shpejtësi e dritës në katror, do të zvendësonte Krishti baras me mesia ose masa që ecën me shpejtësi drite të ngritur në katror. Dhe këtë formulë do ta moralizonte dhe thoshte: unë jam drita e botës, udha e vërteta dhe jeta, ku ne do ta merrnim si një rrëfim të shenjtë, siç bëjnë klerikët sot, dhe nuk është se do na kujtonte formulën e famshme fizike të relativitetit, E baras mc në katror. Kur në fakt kjo fjali do të nënkuptonte këtë: unë jam energjia e botës, masa e padukshme, që nëse bëhem masë dhe vendosem në mes, në kryq, atëherë bëhem udha e vërteta dhe jeta, sepse shndërrohem në materje. Ky veprim sjell njeriu. Pra kjo është ajo që ka ndodhur në Bibël dhe Kur'an. Është folur shkenca e mikro dhe makro botës me terma romantik dhe moral. Pikërisht këtë lloj vetdije po mundohem t'ju përcjell. Por duhet të hiqni dorë nga të menduarit se Bibla flet për njerëz. Jo, janë thjesht termat fizike, biologjike, matematike e të tjera terma shkencore që kanë marrë emra njerëzish, ose kështu kemi dashur t'i kuptojmë si emra njerëzish për arsye të mos zhvillimit të logjikës racionale në kohë. Dhe për këtë kemi ngecur në një keq kuptim të madh, kemi ngecur në konspiracionin e vetëm dhe më të madh të kohërave të lashta dhe moderne. Ka dy aspekte të kësaj situate. Nga njëra anë janë disa persona që thonë se Bibla nuk duhet marrë parasysh,
pasi në të mund të ketë pasur ndërhyrje, manipulime e të tjera se këto, dhe që në një farë mënyre kanë të drejtë. Nga ana tjetër, ka persona që besojnë verbërisht që është thënë, të bëjnë moral përmes saj dhe më e keqja nuk e kanë lexuar kurrë atë libër, por nisen nga që është të thënë. Tani, cila është e vërteta? Pikërisht këtu çalon puna. Dhe njeriut, kësaj qenie e kaq komplekse, nuk i mbushet mendja kollaj dhe mirë bëjnë. Njeriu gjithmonë duhet të dyshoj, por në mënyrë të shëndetshme. Çdo të thotë kjo, që njeriu duhet të bëjë pyetjet e duhura edhe pse përgjigjet qenden me vështirësi. Mirëpomendja, si krijuesja e gjithësisë, është një manipulatore e madhe. Bibla ka një sekret që pothuaj askush nuk e ka kuptuar deri më sot, dhe fakti që mund të jem ndër të vetmit njerëz e bën të vështirë që ju ta besoni këtë që po ju them, por edhe unë e kam të vështirë ta përcjell mjaftueshëm thjesht këtë sekret që shumica të kuptoj. Nuk është puna as ta shmangësh komplet si rrëfim, sepse mund të jetë manipuluar, apo se ngjarjet nuk kënaqin logjikën tonë njerëzore, dhe as të besosh në të verbërisht. Të dyja palët pra, dashur pa dashur, janë gabim, sepse Bibla është komplet simbolike dhe jo historike. Nuk flet për njerëz, nuk ka ngjarje që kanë ndodhur vërtet ashtu siç e shohim sot, ngjarje që më pas ndërtojnë historinë, por për simbole të cilat ekzistonin para njerëzit. Tek qenia pa trup që ju thash në fillim, dhe kësaj Bibla e ka të vërtetën, por në mënyrë të tërthort. Pra, ajo e ka të vërtetën e njeriut, por në një mënyrë që ti i dashur human apo hymen nuk je mësuar deri më sot ta shohësh apo lexosh në këtë mënyrë. Në botë ka plot konspiracione apo konspiracionist, të cilët ja fusin kot po kot fare ama. Megjithatë nuk jam këtu për të gjykuar dikë të përveçëm, sepse çdo njeri në botë ka një mision të caktuar edhe kur rrikot. Ai që rrikot në jetë është një pasqyrë për atë që punon, që ky i fundit nuk duhet të jetë si ai që rrikot, kështu që edhe ky i fundit e ka një mision pra. Çdo gjë e ka një arsye, edhe pse ashtu nuk duket. Tani po thosha që konspiracioni më i madh i gjithçkaje që ekziston në glob dhe jashtë tij është pikërisht ky libër, Bibla. E pikërisht te ky konspiracion, në thonjza, qëndron e vërteta absolute e njeriu dhe e natyrës së tij, aq shumë të kërkuar dhe të pagjetur. Dhe jo më pak konspirativ është edhe Kurani, pasi e njëjta logjik vlen edhe për të, por me Kuranin do të merrem një herë tjetër. Se ndërkohë që Bibla flet për botën para krijimit të njeriut fizik, Kurani flet për botën kur njeriu është. Po kujdes, njeriu është, por ende jo i vetëdijshëm. Për shembull, njeriu është i pavetëdijshëm kur është ende një fetus në mitrën e nënës, pra ende i palindur. Ndërsa me botën kur njeriu lind dhe di se ç'është, merret historia njerëzore që njohim sot. Pra, një tekst i shkruar ku lihen gjurmët e kohës, edhe pse në historinë e shkruar njerëzore kam shumë rezerva, por kjo është një temë tjetër. Tani dikush nga ju që është i zgjuar do të pyeste: po kur njeriu nuk ishte ende, kush i shkroi këto libra me kaq hollësi dhe kamuflim që ne ende sot nuk i paskër kemi kuptuar si duhet? Pikërisht nga përgjigjja që mund t'i japim kësaj pyetje zbulohet natyra e Zotit, që ai është një njeri me natyrë dublante. Atëherë, një herë është dhe një herë nuk është. Por kur ai nuk është, jo se nuk është, por është i natyrës së ndërgjegjes njerëzore, e cila flet edhe pa qenë njeri. Kur ndërgjegja Zot bëhet njeri, ajo humbet pasurinë e të gjithë diturit, të pushtetshmit e të tjera si këto karakteristika që ja njohim në Zotit në mënyrë intuitive dhe vjen në një botë krejt i varfër, edhe pse është zotëruesi i gjithë universit. Më kuptoni apo jo? Prandaj ju them me siguri, mos rrini me frikën se e vërteta nuk do të zbulohet kurrë, për faktin se dukemi të kufizuar, sepse logjika apo eksperimenti mendor nuk është i kufizuar. Kështu që vetëm me deduksione logjike do të arrini të pakufishmen. Universi është fraktal, kështu që në çdo grimcë të tij gjendet i njëjti informacion, prandaj le të studiojmë të grimcën tonë që i themi tokë dhe tru, dhe le ta gjejmë këtu të vërtetën. Njeriu është vetë universi i pasqyruar në materie, i mbledhur, i reduktuar në një masë që i quajmë tru dhe trup. Gjëja e mirë kërkon durim për të thënë dhe kuptuar. Kini durim. Tani hym sërish në temë tek darka e fundit. Dhe si thash, darka e fundit nuk është një vakt, por errësira e fundit. Nëse është errësirë, do të thotë që
ose ne jemi të verbër dhe nuk shohim, ose dielli nuk ishte ndezur ende. Kësaj ekziston errësira absolute ose ngjarja ndodh nga një tjetër lloj gjendjeje e vetdijes pa trup. Ajo që ju thash më lart, pra thjesht ndërgjegje pa trup. Pa trup je pa sy, pra të duket errësirë. Kjo lloj perspektive do të thotë shumë, pasi kështu ne kuptojmë se ngjarjet biblike janë përjetuar vetëm nga vetdia, një lloj gjendje pa trup, por inteligjente. Ky është vetë njeriu, por ende i pa antropomorfizuar, me pak fjalë njeriu pa trup. Por pa trup do të thotë njëshmëri, pra është ajo esencë inteligjente që ne e thrasim Zot. Ky më vonë vjen në kuantum, do me thënë në një sasi grimcash që e përmbajnë informacionin kuantik në shumë mendje të vogla që ai i quajti humane ose hymene. Njësisë pra kuantumit i hyn mendja, duke qenë se Bibla nuk flet për njeriu fizik, por për qenien e tij pa ardhur ende trupi, atëherë me siguri që kjo ngjarje përfaqëson një fenomen kozmik kur ne, njeriu, nuk ishim krijuar ende. Kjo do të thotë që qenia jon ekziston edhe pa trup. Mirë po, kjo jo se nuk dihet kështu intuitivisht, por në Bibël, ky fakt thjesht konfirmohet si një formulë matematike apo ligj fizik universal dhe i pakundërshtueshëm. Kjo është mënyra me të cilën duhet të lexohen paragrafët biblik, as në mënyrë fetare dhe as në mënyrë injoruese, por me vetdije se çfarë po lexon. Ja, kështu si një libër studimor, siç studion matematik, fizik e të tjera. Vetëm se aty në Bibël ligjet marrin emra, për shembull, Mojsiu është toka e nxjerrë nga uji, pas së cilës fillon të formohet kupola qiellore. Për shembull, ligjet e Mojsiut janë ligjet e fizikës së sotme, ato që i quajmë ligjet e fizikës klasike që bëjmë në përshkolla. Krishti është dielli, elementi zjarr në natyrë. Mjafton të studiojmë se si sillet zjarri e të tjera. Pra emrat e përmendur në Bibël janë emra për fenomene kozmike, por jo vetëm. Kam thënë më herët në këtë kanal se Bibla flet edhe për formimin e trurit, edhe për rrugëtimin e farës mashkullore drejt rrugëve gjinore të femrës për të sjellë në botë një njeri, dhe për këtë që po them ka shumë vargje që faktojnë këto që po them. Të gjitha fenomenet kozmike janë printuar në thonjza, në trurin human, si edhe në organet gjinore, mashkullore, femërore, si organe që bëjnë të mundur vazhdimsinë e jetës fizike. Prandaj them se e kemi universin me vete. E keni pyetur ju ndonjëherë veten se pse truri ka atë formë që ka? A e dini ju se në formën e trurit qëndron e gjithë filozofia e trisht e qenies humane, po për 3 format e ekzistencës, 3 llojet e paraqitjeve të jetës, si pemë, kafsh, njeri. Keni pyetur ndonjëherë? Të gjitha këto pra thuhen në Bibël, termat e përdorur flasin shqip, por Bibla mund të kuptohet vetëm nga njeriu shqiptar, do me thënë nga njeriu që flet shqip që nga rrënja, sepse emrat, termat, fenomenet e shumë çka tjetër aty flasin shqip. Dhe këtë nguliteni mirë. Këtë nuk e them se më leverdis për patriotizëm, por është një fakt të cilin edhe e kam vërtetuar, studiuar dhe vërtetuar mirë. Për ndryshe nuk do të flisja këtu, pa qenë e sigurt dhe e bindur. Unë, siç edhe ju thash, nuk e kam të lehtë. Temat janë shumë të vështira për të përcjellë, por jo të pamundura. Por për këtë duhet një tjetër lloj vetdije të parit e gjërave. Pra e gjithë situata biblike është hartuar para se njeriu të shfaqet. Pastaj se si kjo rrëfenj erdhi tek ne në ditët tona, kjo është një tjetër çështje. Ju përmenda në fillim se darka e fundit flet për formimin e hënës, dhe për këtë dëshmojnë disa simbole të cilat nuk mund t'i shmangim. Për shembull, tradhtia e Judit Iskariotit, ngjyrja në të njëjtën pjatë me Jezusin, prerja a kafshimi i veshit të shërbëtorit Malk nga Simon Pietri, e të tjera si këto. Që t'i kuptoni këto simbole, hiqni dorë nga të menduarit se këta janë njerëz dhe fokusohuni një herë vetëm tek simboli që përfaqësojnë. Provojeni një herë kështu dhe do të shikoni se si do t'ju marrin kuptim të gjitha veprimet e përmendura. Në fakt, kapitulli për darkën e fundit fillon me disa terma si Jezusi 6 ditë përpara Pashke, Betania, Lazari, Marta e Maria, emra të cilat kanë një nënkuptim shumë të rëndësishëm. Edhe këta nuk janë njerëz, por terma që përfaqësojnë ose elementët natyror si diell, tokë, ujë, hënë, ose veprime dhe vende, jo pikërisht në një pikë gjeografike të globit, por një vend në kozmos. Pasi Zoti po flet nga vetvetja e tij dhe njeriu nuk ishte ende, kështu që ai, Zoti, do me thënë, ndërgjegja jon dikur një,
Është duke folur me vetveten, pra po bën një monolog duke i sqaruar vetes atë që po ndodh. Kjo do të bëjë dëshmi se ne jemi vetë Zoti, por dikur një i vetëm. Tashmë shumë, por me një kusht, pa pushtet kozmik. Prandaj çdo gjë lihet gati që kurqënia është një. Thuhet nuk ka asgjë të re në ndjell, sepse çdo gjë është lënë gati dhe funksionon në mënyrë automatike. Tek fjala atom e keni këtë. Atom, automatike, automatike. Janë fjalë homonimike që i bie të kenë patur të njëjtin burim kuptimor. Dhe ajo që po ndodh është pikërisht formimi i hënës. Kur vjen hëna, më pas vjen edhe njeriu, sepse bëhen të mundura kushtet kozmike për Zotin, njeriun pra. Tani le t'i zbërthejmë disa nga këto simbole që përmenden në darkën e fundit. Gjoni kapitulli 12, ku fillon të përshkruhet darka e fundit. Fillon me Jezusin, i cili 6 ditë përpara Pashkës erdhi në Betani ku banonte Llazari, ai që kishte vdekur dhe që Jezusi e ringjalli prej së vdekurish. Kjo fjali e cila na thuhet para se të fillojë darka e fundit është shumë e rëndësishme, pasi përmban zanafillën e 6 ditëve të krijimit në një fjali me 4 terma që nuk janë kuptuar. Po ju a them paraprakisht si duhet kuptuar kjo fjali duke zvendësuar emrat me elementet që përfaqësojnë në të vërtetë. Kam thënë se Jezusi është dielli ynë, drita e makrobotës dhe njëkohësisht edhe elementi ynë shpirtëror, drita e mikrobotës që rrit tek fara njerëzore, spermatozoidi. Ky i fundit është gjarpri që është gjithmonë në kërkim të kokës së vet, ovula femërore, të cilën e ka humbur pas Big Bangut. Kur e takon vezën, pra Evën, ky pret bishtin dhe këtu është ajo pjesa biblike ku thuhet se burri do të lërë nënën dhe baban dhe do të bashkohet me gruan. Ky moment përfaqësohet edhe nga simboli arketipal Oroborosi, ose siç unë e kuptoj, Orobërsi, do me thënë kohëbërsi, ose kokëbërsi, që grekët e thrasin me një fjalë shqipe kronos, do me thënë kreu, koka. Nuk do të zgjatem më këtu sepse zgjerohemi shumë, por ideja është që sapo koka dhe bishti tek spermatozoidi ndahen nga njëri tjetri, ose kjo në kozmos, kur dielli, pra kometa, ndan kokën nga bishti i vet, atëherë krijohet, fillon koha, sepse fillon perceptimi i gjithë krijimit. Kur flet Jezusi, zëri se ka folur shpirti ynë. Pashka që konsiderohet fest është pesha, do me thënë materia, është mpiksja e energjisë, do me thënë transformimi i energjisë në lëndë të ngurtë, sepse në fakt universi këtë përbërje ka, energji dhe materie. Është formula e Einsteinit që ju thash më herët, E baras mc katror. Kjo formul ka shumë rëndësi, por nuk do të zgjatem këtu sepse është edhe kjo temë më vete, se çdo të thot materie. Betania apo botania, apo vetania apo vatani atë dheu, do me thënë dheu i atit, toka, apo thjesht siç e themi ne, bota, është simbol për tokën si planet, e cila ka ardhur më parë në pozicionin kozmik ku ndodhemi sot. Ajo është quajtur e dërguara ose ardhja e ardhura, do me thënë e ardhmja, ajo që erdhi, erde, earth e të tjera si këto, nga gjuhët gjermane dhe angleze. Pra erde dhe earth e ardhmja. Edhe Llazari ose Razalli, rrezeylli që ra në tokë, ose edhe dhe zëri, apo zëri i dheut, apo burri i dheut, si themi popullorçe, që simbolizon rënien e yllit njeri dhe ngritjen e njeriut në këmbë, do me thënë ringjalljen e tij. Kjo sepse Llazari ringjallet ashtu si Krishti. Por nëse Krishti simbolizon ringjalljen e diellit, do me thënë ringritjen e shpirtit në qiell, Llazari simbolizon ringjalljen e njeriut, do me thënë të mendimit, logjikës racionale. Pra vjen ndërgjegja, por që të vijë ndërgjegja në tokë, do të thotë të zbres Zoti në tokë. Pra vini re, vdes një rreze ari, pra një yll, që të lind një njeri. Po kur lind njeriu fizik, tregon se ky yll që vdiq rilind sërish në njeriun, pra ringjallet. E kuptoni procesin sekret të njeriut? Nuk ka vdekje, thjesht transformime, por vetëm se ylli rrezear nuk ka ndërgjegje në vetvete, por se ndërgjegja e tij është njeriu në tokë, truri i tij. Njeriu që zbret në tokë është ndërgjegja e yllit. Shpirti dritë kërkon materien djallëzore, kjo në kuptimin negativ, por me materien bëhet e mundur bota. Pra Zoti shëron vetveten përmes pjesës së tij djallëzore negative që është materia, ose sido që ta shohim, pozitive apo negative, këtë vendoseni ju.
Dërsa 6 ditët para Pashkës, pra 6 ditë përpara mpiksjes, pra ardhjes së materjes, tregojnë pikërisht ditën e parë të krijimit që përmendet në Zanafil, kur Zoti krijoi qiellin dhe tokën duke ëndërruar. Pra është momenti i parë i shkrepjes së mendimit për të krijuar botën, si t'ju them, momenti ose çasti i parë para Big Bangut. Pra zvendçoj fjalët dhe kemi dielli 6 orë përpara rënies së peshës gravitetit, pra para mpiksjes, ngurtësimit e lëndës, erdhi në vatan, në adhe, në bota jon tani, bota tani, betani, ku banonte trupi i njeriut, ai që kishte vdekur dhe që dielli e ringjalli prej së vdekurish. Këtë fjali e tregojmë edhe njëherë duke përdorur në vend të diellit fjalën shpirt dhe kemi. Shpirti 6 orë përpara rënies ose mbërritjes në peshë gravitet, pra para mpiksjes, ngurtësimit të lëndës, erdhi në vatan, në adhe, në botën tani, ku banonte trupi i njeriut, ai që kishte vdekur dhe që shpirti e ringjalli prej së vdekurish. Kjo fjali, pra, dita e parë e krijimit, ka lidhje edhe me rrugëtimin që bën një spermatozoid në rrugët gjinore të femrës, për të mbërritur në ovullën, vezën femërore. Pikërisht kafshimi, pra çarja e membranës dhe futja në ovullën femërore, është ajo që quhet shpërthimi i madh, pra Big Bangu në univers. Për këtë jam e sigurt, pasi farës mashkullore i duhen disa orë që të fekondojë vezën femërore dhe pas kësaj ata të dy fillojnë të bëjnë botën, pasi për rreth 6 ditë atyre do të duhet të mbillen në mitër për të bërë të mundur krijimin e embrionit. Këtë paralelizëm do ta shpjegoj një herë tjetër. Pra fara mashkullore është dielli në kozmos edhe gjithashtu elementi mashkullor i shpirtit human. Ndërsa veza është toka dhe gjithashtu elementi femëror i shpirtit human. Pra ajo që ndodh në mitrën e nënës është i gjithë universi dhe ndodhit brenda tij. Pra kjo fjali po na tregon praktikisht si u krijua universi dhe toka jon së bashku me trupin e pajet i cili do të ngrihet sapo dielli, hëna dhe toka të marrin pozicionet e tyre kozmike, ato që kanë edhe sot. Pra të ndahen nga njëri tjetri. Pikërisht tani, këta të tre, pra diell, tokë, hën, bisedojnë në të ashtu quajturën darkë e fundit, mbi këtë çast të fundit të qenies së bashku. Tani, jo se dielli, hëna dhe toka bisedojnë së bashku në vetvete, por Zoti është në monologun e tij, sikur është tashmë këto tre pjesë, trinia pra, që është akoma një. Hëna është logjika e tij, mendimi pra. Dielli dhe toka janë dy parimet ose aspektet mashkull-femër të pjesës shpirtërore të tij. Kjo trini na shoqëron edhe sot dhe është e ulur edhe në trurin ton të mesit, ku hëna është hipofiza, dielli epifiza dhe toka cerebeli. Të gjitha këto që ju thash tani janë përshkruar në mite dhe legjenda, por me një gjuhë poetike ose filozofike, ose më saktë kriptogramike, dhe për këtë arsye nuk janë të kuptueshme ose të besueshme. Mirpo unë, nga që u kam bërë analizën të gjithë miteve në botë, si edhe 2 librave të shenjtë, arrit të kuptoj se të gjitha konvertojnë në një pikë. Që ne jemi një mendje dhe një shpirt, por shpirti ka ngelur lart dhe ky është dielli, ndërsa ndërgjegja që bëhet logjika racionale e njeriut ka zbritur poshtë dhe kjo është toka. Prandaj tokës ne shqiptarët i kemi thënë log. Pra tek logu, logika, logjika. Dhe me që logjika ka nevojë për fjalën për të shprehur, bëhet edhe logosi grek, pra fjala. Pra logjika, logos, fjala. Do ndaloj pak minuta këtu tek fjala fjalë. A e dini se në rajonin ton, sot ballkanik, por atëherë ilirik, ekzistojnë disa enë antike të quajtur fjala? Këto janë tasa që ka në mes një siplis të ngritur që i ngjan mbjelljes, pra implantimit të zigotës në mitër pas fekondimit. Sipas studiuesve këto janë greke, por greku nuk nënkupton fjalën me këto objekt, por një lloj tasi antik të cilin e kanë quajtur fjala. Por tani në shqip kjo fjalë tingëllon qartë si fjala. Ku qëndron sekreti? Përveç se që së pari ndërgjegja e atij njeriu antik ka folur shqip, zbulojmë gjithashtu se tasi që ngjan si plisi, pra logu, pra si planeti ynë tok, ka edhe emrin fjalë. Me pak fjalë, logu baras fjala. Prandaj, greku sot i thot fjalës logos, por ai nuk e di që përjardhja e kësaj fjale vjen nga kjo lidhje, log, pra vend dhe fjalë, pra vend dhe kuvend. Pra atje ku është vendi flitet dhe fjala. Prandaj edhe log, fjalë, logos për grekun. Pra ai nuk e di që gjithë këtë proces dhe filozofia shpjegojnë qartë gjuha shqipe. Edhe fjala e lugët, për shembull, vjen nga fjala log,
pasi logu ka formë të lugët. Gjithsesi, nuk po zgjatem me këtë sepse sërish dalim nga tema, por që ta dini se si bëhen lidhjet sekrete ose origjina e fjalëve në mbar botën, se nevojitet lidhja me simbolin përkatës, siç na ka mësuar Petrozhei, por gjithashtu nevojitet dhe filozofia e fjalës. Se tani ky tas po ta shohësh pa ngjyra, formon simbolin për Zotin, pra syrin, ku mesi është mishi, mesia dhe masa, pra pesha, graviteti. Deri në këtë moment ndërgjegjja njerëzore është një, unike dhe e pandar. Kur kjo ndahet, atëherë bëhet njeriu. Kjo ndarje realizohet kur toka, dielli dhe hëna ndahen nga njëri tjetri. Pra, kur ndërgjegjja i ka të tre këto elemente, ajo është një dhe gjithçka e shkruan intuitivisht dhe ne tani perceptojmë këtë lloj dije me racion, prandaj quhet dhe logjik racionale. Lidhur me njëshmërinë apo ndarjen që vjen më pas, dua t'ju zbuloj edhe një kod apo sekret tjetër në Bibël, i cili nuk është kuptuar. Ka të bëjë me 2 vdekje dhe 2 ringjallje. Vdekja e parë e qenies, pra vdekja e parë e Zotit, ndodh me Big Bangun, pra shpërthimin e madh. Pas këtij shpërthimi, Zoti shumohet. Këtu është ai momenti që në Biblat hebraike fjala merr emrin Elohim, do me thënë shumë zota. E kam shpjeguar se fjala Elohim do të thot yll hymjet, pra në çdo yll hyn ndërgjegjja. Tashmë grimcat janë bardhë e zi, ku e bardha është energjia pura e pastër pra, dhe e zeza është materia e errët që përmban gjithë informacionin gjenetik. Kështu që fati është i shkruar në çdo yll me ndërgjegje, i cili udhëton në kohë dhe në hapësirë dhe vjen një moment kur ulet në tokë. Pra, para se të ulet në tokë, tek këta yje me ndërgjegje ndodh një vdekje e dytë. Kjo vdekje ndodh në diell. Pas atij momenti, pra pas dritës në fund të tunelit që nuk është vetë se dielli ynë, vjen jeta me trup fizik. Kjo është pra ringjallja e dytë. Ringjallja e dytë është jeta jonë që jetojmë për ditë. Prandaj njeriu është një yll i rënë, ose një ëngjëll i rënë thuhet në mite, ku pjesa jonë e bardhë pra shpirti mbetet në diell, ndërsa pjesa e zezë pra ndërgjegjja bie në tokë. Ne punojmë me këtë të dytën, ndërkohë që ylli i bardhë pra shpirti ynë punon si karburant, pra na furnizon me energji. Keni vënë re ju se dielli ngroh më shumë këtë dekadën e fundit, sepse njerëzit janë shtuar, dhe sa më shumë njerëz lindin në tokë, aq më shumë shtohet energjia diellore. Por kjo është sigurisht një tjetër temë. Këtë e thash tani që të kuptoni darkën e fundit. Pra situata po ndodh në diell, shpirti ynë ende nuk është rënduar për në materie. Prandaj njeriu ende nuk ekziston, trupi fizik pra. 2 vdekje dhe 2 ringjallje dëshmohen në vargjet Zbulesa 20:5-6. Por të tjerët e të vdekurve nuk u ringjallën derisa të mbaronte 1000 vjeçari. Kjo është ringjallja e parë. Ringjallje baras jeta nga vdekja e parë. Ky është shënimi im tani. Vazhdon vargu. Lum ai që ka pjesë në ringjalljen e parë. Mbi këta vdekja e dytë s'ka fuqi, por do të jenë priftërinj të Perëndisë dhe të Krishtit dhe do të mbretërojnë me të 1000 vjet. Pra, vdekja e parë është Big Bangu, pra gjumi i Zotit. Pas shpërthimit lind drita që udhëton në kohë dhe në hapësirë, derisa kjo, jo të gjitha fotonët, vetëm ata me ndërgjegje, të ngurtësohet, materializohet, të bëhet lënd, ndalje, pra fillon koha të fragmentarizohet, të lexohet si e ngadalt, jo më si shpejt si drite. Kur fillon koha të lexohet, vjen ajo që quhet vdekja e dytë. Koha mund të lexohet vetëm nga truri, po para trurit, para formimit të tij, bota është vetëm një udhëtim drite, pa materie në unicitet, një shmëri. Ndërgjegja e dritës e prin dritën vet, pra prin vetveten drejt materializimit, lëndëzimit, ngurtësimit. Vdekja e dytë përmendet disa herë në zbules, por po citoj, tek Zbulesa 20:14. Dhe vdekja dhe hadiu u hodhën në liçenin e zjarrit. Kjo është vdekja e dytë, liçeni i zjarrit. Pra, vdekja e dytë, siç u thash, është vdekja e fotonëve me ndërgjegje në sferën e zjarrit të diellit, ku drita vdes në diell, ndërsa ndërgjegja e kësaj drite transformohet, rëndohet në materie, në trup human. Pra, drita rilin, prandaj merr emrin arsye, që i përngjitet më pas Homo sapiensit. Pra, edhe një herë, vdekja e parë është Big Bangu, grimcat shpërndahen, krijojnë hapësirën, hapet syri, sera, pra krijohet hapësira, errësira, krijojnë hapësirën dhe njëkohësisht kohën, pra hapësirë koha e Einsteinit. Vini re se hapësira do të thot hapet syri, hapet sera, hapet pra materia e zezë.
Grimcat udhëtojnë së bashku duke qenë ende një njësi e vetme si një shpirt i vetëm derisa arrin në përplasjen e dytë, vdekja e dytë. Vdekja e dytë është vdekja në diell e shpirtit i cili nuk vdes vërtet, por mishërohet në një embrion dhe transformohet në një jetë fizike. Pra shpirti një, uni shpërndahet në tokë jo më si një njësi e vetme, por tashmë me një unë të përcaktuar, pra lind ego, lind dualiteti, lind fenomeni ti dhe unë. Pikërisht tek vdekja e dytë, pra tek lindja e diellit, zihet në kryq dielli ynë. Jezën në kryq, Jezu Krishti pra uzu, ky fotoni ndërgjegje që në krye ishte dhe i cili është i vetmi që mbart ndërgjegjen, e cila më vonë do të transformohet në njeri, pra jo çdo diell është yll me ndërgjegje, vetëm dielli ynë, Jezusi ynë, është ylli me ndërgjegje i cili bën të mundur transformimin e një shpirti në materje. Skica më poshtë do të ndihmojë të përfytyroni dy vdekjet. Pra i gjithë rrugëtimi deri në diell, që nga shpërthimi i madh Big Bangu, ndodh si një yll i verbër, ende nuk ka qenë me trup që të shoh me syt fizik dritën që shohim edhe ne tani. Prandaj e gjithë udha përjetohet si i verbër, pra në errësirë. Kjo mund të jetë arsyeja që në latinisht fjala e para ishte fjala, bën in principio erat verbum, ku verbum që do të thot fjala me homonimi tingëllon edhe si i verbri, pra verbum i verbri. Pra fjala ishte i verbri, por i verbri që shohim sot është edhe fara e njeriut, pra spermatozoiti, i cili për gjatë fekondimit lëshon dritë, pra vinire, fara, fjara, fjari apo fjala. Është edhe kjo homonimike dhe të dërgon në kuptimin e fjalës. Pra verbum fjala, fara fjala, fara është e verbër, atëre fjala është spermatozoiti. Në thelb dua të them, dhe kam thënë më parë në këtë kanal, se fjala është drita, pra një yll, ylli është dritë e verbër dhe ky yll mishërohet në një spermatozoid dhe një vezë ovull femërore. Pra ylli është njeriu i verbër që thot fjalën. Verbëria dëshmohet më vonë edhe në vargje të tjerë biblik, por tani nuk do të merrem me këtë, por verbëria është e rëndësishme që të kuptoni pse ky paragraf që quhet darka e fundit, domethënë errësira e fundit, ka këtë kuptim, pra se i verbri nuk shet dritë, edhe pse vetë është drita. Pra siç dhe thash, darka e fundit është errësira e fundit. Pas kësaj vjen hapja e syve fizik, pra vjen njeriu me trup dhe tru, pra me shqisa. Ky moment na jepet me detaj tek ringjallja e Lazarit. Ashtu si Lazari është ngritur njeriu i parë në këmbë. Tashmë njeriu po sheh dritën e botës, pra Jezusin, pra vetë diellin. Vetëm se dielli është një dritë që djeg. Njeriu është drita iluminuese që ekziston pa shkak, pra është ndërgjegja e diellit, ndërgjegja e yllit të verbër. Ky është pikërisht abstraksioni i ekzistencës, pra ekzistenca pa shkak. Për të kuptuar këtë, pra qenia që i themi Zot, duhet të ndahet që të shohë ngjashmin e vet për të kuptuar vetveten. Kjo është arsyeja që vim dysh, mashkull femër. Gjithsesi vazhdojmë me simbolet e tjera. Simbolet e tjera janë larja e këmbëve, si e Krishtit nga Maria, ashtu edhe dishepujve nga Krishti. Larja e këmbëve tregon purifikimin e diellit, pra purifikimin e shpirtit, që nuk do të thotë vetëm se po vjen graviteti, pra po vjen rëndesa në materje. E kuptoni se ç'do të thotë kjo? Që qenies që i themi Zot i shkëputet nga vetja, pra nga shpirti i tij, ajo pjesë që i quajmë mendim, logjik, log-ik, i ikën logu, pra toka. Pra kështu në mënyrë banale, logjika pra mendimi bie poshtë, ndërsa shpirti ngelet lart. Në këtë kuptim, shpirti një është, ai nuk prek vërtet materjen, por mendimi apo logjika e tij racionale, kjo bën sikur bie dhe prek materjen. Kjo është bota që ne po përjetojmë tani, pra prekja e materjes, që do të thotë se mendimi ka zbritur, por kur zbret mendimi fillon bota e përballjeve dhe e konflikteve, pra mbizotëron ajo që i themi djalli. Ky nuk ekziston si entitet më vete, por Zoti kështu i quajti dy pjesët që e përbëjnë vetë atë, shpirtin e quajti Zot dhe mendimin e vet djall. Pse shpirti Zot dhe mendimi djall? Sepse shpirti është dielli, ai nuk e prek materjen. Pra nuk bën mëkat, por mendimi i këtij shpirti ky e prek materjen. Prandaj ky thuhet se ka bërë mëkat. Këta janë të famshmit Adam dhe Evë, ku Adami është shpirti dhe mëkati, pra mendimi apo dituria e po vetë ati është
Eva, do me thënë, Eva është mendimi i Adamit, shpirti ton. Pra, Zoti quajti Adam shpirtin e vet dhe Evë logjikën e vet. Prandaj Adami përfaqëson diellin, shpirtin, ndërsa Eva përfaqëson tokën, logjikën. Tani, fjala Adam do të thot ahidam në dysh, dhe ne e dim se shpirti i ndarë më dysh do të thot dualiteti gjinor, mashkull femër. Edhe spermatozoitët kanë dy gjini, mashkull femër. Pra, kur gjykoni një njeri tjetër, sidomos gjinin e kundërt, ju po gjykoni thjesht veten tuaj, një shprehje tjetër të esencës Zot. Mendimi gjithashtu është një shprehje duale, pasi mendim do të thot menda, ndaj në dysh, vetëm se mendimi nuk ka gjini, por ne le ta kuptojmë dualitetin e zgjedhjeve në botë që bota të bëhet, se bota nuk mund të bëhet pa kontradikt. Këtë apo atë, po nuk ekzistoj kjo pyetje, jeta nuk ka kuptim, se ky është kushti i logjikës racionale në rrafshin fizik. Megjithatë, këto pastaj janë tema filozofike dhe nuk kanë rëndësi tani për tani. Tani ju e dini shumë mirë se në Bibël, para se të krijohet Eva, krijimi nuk është fjala e dur në fakt, Adami vihet në gjumë. Dhe për gjatë gjithë librit të shenjtë nuk thuhet ndonjëherë se Zoti e zgjoi ndonjëherë atë. Kështu që Adami është ende në gjumë. Dhe Eva krijohet në ëndër, por kujdes, Adami është dielli, do me thënë pjesa jonë shpirtërore që ka ngelur lart në qiell. Meqë Adami është shpirti, pra dielli, atëherë dielli është ende në gjumë. Kur dielli bie në gjumë, nga një rrezë e tij, pra nga një zgjatim i tij vjen Eva, pra mendimi. Por, me që ky është në gjumë, atëherë ky mendim është vetë ëndra e tij. Fjala ëndër anagram bën rëndë, me pak fjalë Eva është materia, pra toka, që bie në një pozicion kozmik të ndarë nga shpirti i vet, dielli pra. Ky është pra purifikimi diellit i shkëputet, pjesa e vet e rëndë për të bërë bota, në mënyrë që të vijë Perëndia, ky njëshi i ri, njeriu. Prandaj, larja e këmbëve simbolizon pastrimin nga e rënda, materia pra, sepse vetëm kur zjarri pastrohet nga guri, pluhuri do me thënë, vetëm atëherë vjen mbretëria e Atit, pra vetëm atëherë vjen njeriu. Kjo është shumë domethënëse, sepse kjo në shkencën e sotme kuantike quhet përkulja e hapësirë kohës, vetëm se në Bibël është thënë në mënyrë simbolike, aromantike me rrëdhni si të doni. Kjo është arsyeja pse Krishti, pra pjesa jonë shpirtërore, u thot dishepujve: ju nuk e kuptoni këtë që po ju bëj, por do ta kuptoni më vonë. Kjo fjali është një mesazh për ne tani, që të kuptojmë se vijmë si njerëz me trup fizik vetëm kur elementi zjarr që është dielli ose shpirti ynë ndahet nga pjesa e vet e ngurtë ose e hirt, pra ndahet nga hiri i vet. Guri i fundit që i ndahet diellit është pikërisht hëna, zalli i fundit. Prandaj edhe emri i Llazarit apo Razallit ka lidhje edhe me këtë moment, pra kur vjen hëna, ringjallet edhe trupi i njeriut. Është ai momenti kur në Zanafil përshkruhet si Zoti i fryu në vrimat e hundës një frym jete dhe njeriu u bë një qenie i gjallë. Ky moment lidhet pra me ringjalljen e Llazarit dhe njëkohësisht edhe me ardhjen e hënës. Tani vim tek simboli kryesor Judi Iskarioti dhe tradhtia. Më duke si diku kam thënë se fjala Jud ka të bëj me ndarjen, prandaj edhe tradhtia. Juda, ju nda. Ky ju nda diellit, Jezusit, Iskariotit, tingëllon si ish nga rrethi jot, ishte në rrethin ose unazëm, që është pikërisht dielli, unaza jote. Prandaj emri Jud Iskariot ose Ishkarti, ai që i shkau, është një fjali për funksionin që kryen zalli i fundit që bie në tokë, që është hëna. Pra ju nda guri ose zalli që ishte nga i njëjti rrethi joti. Prandaj kjo ndarje në psikologjinë e Zotit, pa u rënduar në materie ende, pra pa u shfaqur njeriu, e sheh këtë proces si tradhti. Në fakt nuk është tradhti, por mision që të bëhej bota që prekim sot. Tani këtë ndarje që tregon edhe formimin e hënës, siç atë ju thash, e vërteton edhe shkenca. Më dëgjoni me vëmendje. Shkenca kryesore sot mbështet hipotezën e përplasjes së madhe, giant impact hipotezis, për formimin e hënës, pra bëhet fjalë. Rreth 4.5 miliard vjet më parë, një trup i madh sa Marsi, i quajtur Theia, u përplas me tokën e hershme. Pjesë nga manteli i tokës dhe materiali i Theias u hodhen në orbit. Ky material u bashkua gradualisht dhe formoi hënën. Pra, sipas kësaj teorie, hëna
është pjesërisht nga dheu i tokës, manteli, por edhe nga materiali i atij trupi tjetër që u përplas me të. Nuk është thjesht e lindur vetëm nga toka, por një përzierje e tokës dhe e një planeti tjetër të humbur. Emri Theia vjen nga mitologjia greke. Tani më dëgjoni me vëmendje që të bëjmë një lidhje me mitologjinë greke për emrin Theia, që është nëna e hënës, dhe për formimin e hënës në të vërtetë nga shkenca. Dhe se si bëhet lidhja pra emërtimi Theia të hënës nga mitologjia greke dhe me mënyrën se si hëna ka lindur në të vërtetë. Pra se si fjala motivon vetveten. Në mit, Theia ishte një titanide, vajza e Uranit, qielli, dhe Egeas, toka, dhe nëna e hënës, Selen, diellit, Helios dhe agimit, Eos. Astronomët e zgjodhen këtë emër sepse në versionin mitologjik Theia është nëna e hënës dhe në hipotezën shkencore planeti i quajtur Theia lindi në thonjza hënën pas përplasjes me tokën. Pjesa tjetër e Theias pas përplasjes nuk u zhduk. Një pjesë e materialit të Theias u bashkua me materialin e hedhur nga toka dhe formoi hënën. Shumica e masës së Theias, sidomos bërthama metalike, u thith nga toka, duke e bërë pjesë të bërthamës së saj. Pak mbetje mund të kenë fluturuar në hapësirë ose të jenë kthyer në tokë më vonë si meteorit. Kjo do të thotë që në një kuptim ne ecim sot mbi pjesë të Theias dhe madje bërthama e tokës ka shumë gjasa të jetë një kombinim i bërthamës së tokës së hershme dhe asaj të Theias. Në një farë mënyre mund të thuhet se Theia ka qenë bashkë krijuesja e kushteve që bën tokën të banueshme. Pa atë përplasje, bërthama mund të ishte më e vogël, fusha magnetike më e dobët dhe toka shumë më ekspozuar ndaj erozionit të atmosferës. Pra kjo është ajo që na thuhet pak a shumë nga miti dhe nga shkenca. Ajo që më bën përshtypje është se sa saktësisht përputhet emri Theia me thyerjen, pra me vetë procesin e thyerjes së mantelit të tokës për të lindur, si të thuash, hënën. Gjithashtu, një pjesë e Theias bëhet bërthama e tokës, ku edhe vetë fjala bërtham gjejmë sërish fjalën Theia, bërtham, bërtheia, bërthyer ose e mbërthyer. Pra edhe e bërthyer, po edhe e mbërthyer. Pra vini re, bërthyer dhe mbërthyer, baras shkëputje dhe bashkim njëkohësisht që tregon se ashtu si atomi që nënkupton edhe i thyeri, edhe i pathyeri, pra i mbërthyeri, substanca trini, rri bashk, por ne lexojmë thyerjen për të kuptuar botën. Nga ana tjetër, anagram, fjala thej bën jeth, youth, judh, jude. Pra sikur u bën shumë rastësi që përputhen, apo jo. Pra në një farë mënyre, kjo bërtham, pra ajo që formoi hënën, i shkëputet diellit, pra thyhet, bëhet ndar nga dielli, i ndahet. Prandaj dhe merr fjalën jude. Prandaj në Bibël kur shpesh flitet për judej, do të thotë ata që kanë logjikën, do të thotë pjesa e rënduar e Zotit, që ka të bëjë me logjikën racionale. Kjo nuk do të thotë që ky është një popull më vete. Nuk ka të bëjë me një popull të përcaktuar në tokë, ka të bëjë me të gjithë njerëzit që janë në tokë, sepse ata punojnë me logjikën racionale dhe fjala jude do të thotë logjikë racionale, ajo e rënduara që e solli dhe i vuri kapakun fillimit të jetës fizike në tokë. Bërthama në këtë rast na tregon saktësisht funksionin a procesin e saj, pra e bërthyme në dy pjesë, tokë dhe hënë. Se kështu na thot teksti më sipër shkencor, pra Theia thyer e bërthyme, bërthama e bërthyme. Ne dim se dhe bërthama e atomit është e përbër nga protoni dhe neutroni, ku me sa kuptohet, bërthama që është protoni është toka, pra protoni, propesha si thuash, ndërsa neutroni, neutralia është pikërisht hëna, është si thuash sinonim me logjikën racionale, e cila i neutralizon gjërat, pra i vë për vi. Gjithashtu neutroni, neutruni, neotruni, do me thonë truri i ri. Pra kur vjen logjika racionale, vjen truri i njeriut, prandaj ka shumë rëndësi për ta kuptuar. Gjithashtu vini re homonimin, dielli doli, hëna hyni. Pra, zjarri del nga dheu, merr me vete zallin, pjetrin, judën, hënën pra, dhe në fund e lëshon sërish, pra, thyerja dhe mbërthyerja sërish. Pra, versioni shkencor me versionin biblik përputhen pike presje, por këto vetëm një shqiptar mund t'i kuptoj, pasi fjalët po na shpjegojnë fizikën e këtyre ngjarjeve kozmike, pavarësisht se llogaritjet numerike i takojnë shkencës. Prandaj pra gjithë veprimi që bën Theia, pra planeti i jashtëm i cili thyen
korren e tokës, pra mantelin e saj, për të krijuar hënën që shohim sot dhe gjithashtu për të rënduar ose për të bërë të mundur edhe gravitetin, pra krijimin e bërthamës së tokës. Të gjitha këto shprehen me simbolin e ngjyrjes së Krishtit dhe Judit Iskariotit në një pjatë. Ngjyrja në një pjatë do thot pikërisht se këta të dy ngjyejnë nga dheu, do me thënë nga toka, do me thënë nga planeti ynë i paformësuar, kuptohet ende. Të dy këta, pra dhe dielli dhe hëna, ngjyejnë nga e njëjta pjatë. Pra, sepse njëri del nga toka dhe rri në pozicionin kozmik, që është syri i qiellit, pra dielli, ndërsa tjetri rri në pozicionin kozmik, që është hëna. Pikërisht kjo është ajo që ju nuk e keni kuptuar, të gjithë nuk e kanë kuptuar, se ngjyra në një pjatë është pikërisht formimi i diellit dhe i hënës përfundimisht. Kjo është pjesa e parë e kësaj teme. Do t'i rikthehem në një pjesë të dytë për t'ju shpjeguar disa simbole të tjera që flasin ende për krijimin e hënës dhe njëkohësisht njeriut. Shpresoj t'ju kem ngacmuar kuriozitetin që ju të lexoni edhe vetë darkën e fundit dhe të kuptoni diçka. Vetëm hiqni dorë të menduarit se Jezui, Juda, Simoni, Gjoni, Magdalena janë njerëz. Vetëm atëherë do të kuptoni me vetdije se e vërteta qëndron aty, e mbuluar bukur me kode që vetëm sot mund të kuptohen për shkak se shkenca i ka zgjidhur.